Atëherë dashur, kam sot të ftuar në emision për të diskutuar për një ngjarje dhe për një temë shumë me rëndësi. Abdullah Berishën, me cilin do diskutojmë mbi javën qame që vetë se u mbaj dhe u shënua në Shkup, apo më mirë të themi muajin e qamërisë. Përshëndetje, shumë kënaqësi që të kam sot në emision. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, përshëndetje për gjithë shikuesit, është kënaqësi të jem këtu sot. Abdullah, do i them më mirë shënimi i javës, u bë që nga data 22 deri në datë 27 qershor, por gjithsesi kësaj radhe u quajt muaji i qamërisë, nëse nuk gaboj, apo jo, ishte një muaj i tërë me aktivitete, jo vetëm kjo java që vetë se është një traditë që mbahet dhe organizohet me evente nga më të ndryshmet. Pse kësaj radhe, le të themi, u etiketua apo u quajt, u emërtua si muaji i qamërisë? Po, patjetër, ne këtë vit kemi bërë një bashkërendim, një bashkëorganizim shumë më të ngushtë me shoqatat si Motra apo me shoqatat tjera të interesuara për çështjen çame nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga diaspora shqiptare. Dhe paraprakisht ishim dakordsuar për disa ngjarje, evenimente që do t'i organizojmë në mënyrë të përbashkët dhe kështu e bëm tjetë muaj i qamërisë, kishte gjatë muajt evenimente në për Evropë, në për diasporë dhe në për vendet e rajonit, kështu që disa nga aktivitetet kanë qenë të bashkërenduara dhe të organizuara bashkarisht. Bëhet fjalë për shoqatën kulturore Vizioni jam këtu në Maqedoni të Veriut, po përgjithsisht Fondacionin Qamëria Hasan Tahsini, me të cilët kemi një bashkëpunim shumë të shkëlqyer, dhe në bashkëpunim me ta dhe me shoqatat të tjera kemi organizuar disa aktivitete të përbashkëta për të dhënë një frym uniteti, sepse fundja të çështja çam është një çështje kombëtare, nuk është çështje krajinore, patjetër. Çfarë u shënua gjatë muajit? Domethënë, para se të kalojmë tek java përfundimtare, apo ta quajmë kjo që na u mbaj këtu në Shkup, këtyre aktiviteteve të përbashkëta, çfarë pam edhe ndëgjuam? Po, spari është e rëndësishme të themi që fryma e të gjitha aktiviteteve është një frymë paqësore, është një thirrje për drejtësi. Nuk është, duhet ta themi paraprakisht që ndoshta të mos keq kuptohemi se çamët që janë gjallë apo pasardhësit e tyre nuk duan luftra të reja, nuk duan gjakderdhje, nuk duan ndryshim, kufish. Është bëhet fjalë për një çështje njerëzore, për një të drejtë njerëzore, për një të drejtë evropiane, si ku bën pjesë edhe Greqia në Bashkimin Evropian, e cila e para duhet t'i respektoj të drejtat e njeriut, të drejtën e pronës, të drejtën e lëvizjes së lirë, dhe të gjitha aktivitetet pastaj marrin frym nga kjo kërkesë. Dhe duke përdorur elementet e kulturës, dhënat shkencore historike, aktivitetet mbajnë këtë mesazh. Kemi pasur promovimet të librave, kemi pasur shfaqje premier të filmave të ndryshëm dhe aktivitetet të këtij lloji. Të këto aktivitete apo evente kemi shpesh qam të pranishëm apo pasardhësit të tyre? Po, patjetër, sidomos në Shqipëri, po thash që në fillim se kemi bërë një bashkërenditje të aktiviteteve dhe kur kishim premierën e filmit Më çoni në qafë të botës të shoh Qamërinë, pranishëm kishim zotëri Alket Veliun, kryetarin e Fondacionit Hasan Tahsini, i cili është me prejardhje çamet. Pranishëm kishim publicistin, diplomatin Luan Rama, i cili gjithashtu ka rënë çame, i cili ishte edhe skenaristi i filmit. Pastaj edhe në aktivitetet të tjera, siç ishte promovimi i një libri, gjithashtu kishim të pranishëm të ftuar nga Shqipëria, dhe kësaj radhe kemi pasur një pranim më në një frym, do të thoja, ndërsa së fundmi, sot që po flasim, ne në mëngjes u kthyem, po ishim të shtunën dhe të dielën në Shqipëri, në jugun e Shqipërisë, në Varezat Memoriale, në Klogjer, ku takuam pasardhësit e çamëve, organizatorët, miqtë tanë,
që janë marrë me këto aktivitete, si dhe përfaqësues të bashkisë Konispolit, të cilët ishin organizator të eventit. Dhe më lejoni të theksoj këtë gjë, se është një sinjal shumë i mirë, shumë pozitiv dhe shumë për të përshëndetur që Bashkia e Konispolit ishte organizatori i ngjarjes. Pse e them këtë, se deri më tani ishin shoqatat të cilat bënin manifestimet kryesore, por tendenca nuk është që të mbetet kjo çështje në duart e shoqatave. Do e luan rolin e tyre shoqatat patjetër, po qëllimi i gjithë lëvizjes është që të institucionalizohet kjo çështje. Qoftë në manifestime, qoftë në kërkesat për drejtësi, për lëvizje të lirë, kërkesat për kthimin e pronës. Pra nuk mundet një shoqat të bëj këtë, duhet institucionet të bëj. Kështu që sado që institucionalizohet... Ku vrej mungesë të madhe, në të gjitha institucionet edhe shtetet ku... Patjetër, sado në çdo element që institucionalizohet kjo çështje është për të përshëndetur dhe është një sinjal i mirë. Gjithashtu ishim edhe në qytetin e Konispolit, ku kishte në ambient të hapur një skenë impozante, do thoja, me banorët aty vendit, mos harrojmë ta cekim se Konispoli si bashki dhe si qytet është pjesë e krahinës rajonit të Çamërisë, që aktualisht është në Shqipëri, në pjesë e territorit të Shqipërisë, ndërsa pjesa tjetër e krahinës së Çamërisë ka mbetur në Greqi. Dhe si ne që ishim në Konispol, de facto i bie që kemi qenë në Çamëri dhe aty kishte një eveniment, një ngjarje në ambient të hapur, u bën shfaqja e një filmi, e filmit të cilën e patëm edhe në Shkup, dhe e keni parasysh se të gjithë aktorët dhe të gjithë pjesëmarrësit në përgatitjen e filmit ishin o banor të fshatit, të qytetit, të fshatrave për rreth, dhe të gjithë ishin Çam, ishte një atmosferë me të vërtet mbreslënëse. Shohim numër në rritje, të paktën në vizitën tuaj në Kloxher, domethënë si ngjarje përmbyllëse. Shohim numër në rritje, gjë që do ishte diçka e kënaqshme, besoj, gjatë gjithë këtyre viteve që tashmë është bërë traditë shënimi i këtij gjenocidi. Patjetër, interesimi nuk ka munguar asnjëherë. Ndonjëherë kemi pasur probleme me organizimin atë aspekt të financimit të transportit e kështu me radhë. Gjithashtu problemet logjistike, se rruga deri atje nuk është edhe e lehtë, qëndrimi atje pastaj kthimi mbrapa. Po, interesi ka qenë gjithë një prezent. Këtë vit kemi pasur mundësi nga Shkupi, Tetova dhe Kumanova, bashkarisht të udhtojmë diku 20 persona, marrim pjesë atje. Po për ata atje që janë, ose për vetë Çamët, ose pasardhësit e tyre, shohim, domethënë, nga gjithë vitet që vetë se ke marrë pjesë, që vetë se organizohet ky event, shohim numër në rritje, domethënë, si fjalë, po përhapet si lëvizje, si qëllim. Janë njerëzit më të pranishëm aty, janë njerëzit ndoshta më të fokusuar, më të interesuar për biseduar apo për të kujtuar. Ndoshta si vjet edhe atmosfera në Shqipëri është më elektrizuar me protestat dhe me gjëra të tjera. Kishte pranime të madhe, sigurisht. Ta kemi parasysh se disa nga aktivitetet madje që organizuan të rinjt Çam, nëse lejonit shprehjem ashtu, pra pasardhësit e Çamëve, u transmetuan drejt për drejt në protestën në Shqipëri me teknologji, kështu që elektrizimi këtë vit është ndryshe në përgjithësi në Shqipëri, po nuk ka munguar asnjëherë tek Çamët. Nisi java shame me datë 22 qershor, apo jo? Java si javë, po nisim 22 qershor, ne kishim në Shkup fillimisht shpërndarje trëndafilash si një mesazh për kujtimi për Çamërinë. Ta kemi parasysh edhe varrezat memoriale në Kloxher kanë formën e një trëndafili shikuar nga lart. Sigurisht që
trëndafili ka të simbolin e dhemshmërisë dhe atë deshim të përcjellim. Gjithashtu bashka ngjitur me trëndafilat kemi pasur edhe logon të cilën e kemi pasur për si vjet dhe një sken mi ku me një skenim të telefonit mund të kishe qasje në historikun e çamëve për të rritur vetëdijsimin e qytetarëve patjetër. Po, jemi mjaftuar shumë të vetëdijsuar ne apo të interesuar di më tepër mbi këtë çështje? Flasim ne këtej tash. Po, në Maqedoni të Veriut ose në Shkup ose sido që të themi, nuk jemi ndoshta aq shumë të vetëdijsuar. Ndoshta për shkak largësisë gjeografike, ndoshta për shkak largësisë historike, që kur ka ndodhur kjo, për shembull nëse krahasojmë me Kosovën, neve jemi shumë më shumë të vetëdijsuar se çka ka ndodhur në Kosovë, sepse edhe e kemi më afër, gjeografikisht po dhe historikisht e kemi më afër. E tash nëse do bëja ndonjë paralele, imagjinoni ne pranë në Shkup, gjithë Maqedoninë e Veriut kemi mirëpritur. Nuk mund të themi se ka qenë refugjat, kemi mirëpritur vëllezërit tanë kosovar kur ishin në hall. E tash imagjinoni sikur ata të mos kishin mund të kthehen asnjëherë në shtëpitë e tyre. E kjo ju ka ndodhur çamëve. Kjo ju ka ndodhur çamëve para 83 vitesh pas masakrave, gjenocidit, e gjitha të zezave, ata janë dëbuar nga shtëpitë e tyre dhe akoma nuk mund të kthehen ata që kanë mbetë gjallë pas 82 vitesh. Po, sepse shënohen si vjet 82 vite apo jo? 82 vjetori. Sado kudo nuk është edhe nuk është ne e dim domethënë pak a shumë historinë e popullit tonë dhe e dim si ngjarje, si një periudhë të errët për gjithë neve, po sado nuk është e folur mjaftueshëm, nuk është e dokumentuar pothuajse fare, domethënë nuk është e institucionalizuar, domethënë pothuajse as pak, kështu që besoj edhe këto sado pak e bëjnë të veten. Patjetër, armiku, edhe në bisedë me miqt gjatë këto ditë, armiku më i madh i shqiptarëve ndoshta është harresa, lënia e gjërave në harres dhe pikërisht të gjitha këto manifestimet, nuk mund të them manifestimet, janë aktivitete përkujtimore, të gjitha gjërat që i bëjmë janë që të mos lihen gjërat në harres. Edhe dokumentimi i tyre, për shembull, kishim promovimin e librit Tragedia Çame 1913-1945 me dokumentet nga arkivat shtetërore të Shqipërisë. E tash, imagjinoni ato historianët që kanë punuar në këtë libër, imagjinoni kanë gjetë dokumentet duke kërkuar për marrëdhëniet ndërshtetërore midis Shqipërisë dhe Turqisë, në kuadër të atyre arkivave i kanë gjetë arkivat Çame. Arkivat dokumente Çame nuk ka pasur të emëruara si dokumente Çame, si arkiv Çame në arkivat shtetërore të shtetit shqiptar. Duke hulumtuar ato raportet shqiptaro-turke, kanë gjetë pjesën e dokumenteve që flasin mbi Çamërinë dhe janë bërë një botim i posaçëm. Dhe kjo ndoshta është porosia më e madhe që gjërat të arkivohen, të dokumentohen, të publikohen dhe të ruhen. Me të dhëna të sakta, se në përgjithësi kemi shumë pasaktësi, qoftë edhe për ngjarjet më patjetër, të paktën me të dhëna burimore, se janë dokumente të shkruara, për shembull aty ke dokumente se si janë prit çamët me emër, me mbiemër, pasi ata janë intervistuar nga shteti shqiptar kur janë pranuar, sa antar familje, sa të vrarë, sa të mbjetuar e kështu me radhë, të paktën janë dokumente burimore të kohës reale ku kanë ndodhur ngjarje. Vazhdoj me ditën e martë, lëshimi i ballonave gjatë mbrëmjes, me datë 23 qershor apo jo? Po, patjetër. Kishim gjithashtu edhe një koloni pikturash, ku disa vullnet mirë, disa artistë vullnet mirë, piktor, u shfaqën me një ide që të bëjmë pikturimin live të disa pejsazheve Çame, veshjeve Çame e kështu me radhë, pra organizuam, printuam kopjet e atyre pikturave dhe ata filluan që të
pikturojnë live, ato çdo herë i mbajmë në arkiva, si dhe i shkëmbejmë ndonjëherë në dhurata me takimet, me evenimentet që kemi me shoqatat e tjera, dhe bëm lëshimin e balonave në Shkup. Ishte simbolika e lëshimit të 82 balonave, me rastin e 82 vjetorit, balonat të bardhë, paqe, vetëm ishte logoja e si vjetme, të dihet se për çfarë bëhet fjalë. Ndërsa më pas, ditën e nesërme kishim promovimin e librit, pra të mërkurën kishim promovimin e librit të cilin e përmenda në Tetov. Gjithashtu për si vjetë risirë se kemi bërë shpërndarje të aktiviteteve në qytetet të tjera të mos janë të koncentruara vetëm në Shkup, ndërsa të ejnëten kishim shfaqen premier të filmit me conën i qaftë të botës të Shoh Çamrin në Kumanov, ku gjithashtu patëm një pritje shumë të mirë, interesim të mjaftueshëm, edhe pse këtë javë moti ka qenë goxha ngrohtë, goxha i rëndë, po evenimentet nuk kanë qenë të keq përfaqësuara, nëse mund të them. Kemi pasur prani dhe interesim dhe shkëmbim kontaktes dhe shkëmbim informatash në nivel të mjaftueshëm. Më pas bëm edhe dorëzimin të premten, bëm dorëzimin e letrës protestuese pranë ambasadës. Neve çdo aktivitet... Në ambasadën greke? Në ambasadën greke, patjetër. Çdo aktivitet që bëjmë i informojmë paraprakisht organet e rendit, kishte prani policore, kuptohet, nuk kishte ndonjë incident, por ky akt është bërë më shumë më si simbolik, për shkak se shpesh herë ambasadën e gjejmë o të mbyllur, o të paqasshme në aspektin e komunikimit, po megjithatë jonë është të bëjmë ato që mundemi. E më pas kishim edhe vizitën në Kloxher, gjithashtu me televizionin Shenja çdo herë kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyer, Leoni ta theksoj në mënyrë të posaçme dhe të shpreh falënderimet e mia. Zotri Alkit Veliun bashkë me historianin Qerim Lita e kishim në një studio debative mbi librin, mbi temat që përkojnë Çamrin. Mund t'jetë ndoshta kjo shpërndarje në qytetet të tjera, jo vetëm fokusimi në Shkup, sepse gjithë këtyre viteve pune dhe traditëve të shënimit të përkujtimit të gjenocidit Qam, i duhet sa do pak ndoshta ko pas kohë frymë re ose aktivitete që mund të mbulojnë masë më të madhe, që do të tërheqin më shumë vëmendje, që do të tërheqin më shumë njerëz që të inkuadron apo të intereson dhe të vëdëson më tepër mbi temën që na prek gjithëve. Përveç ndoshta defokusimit apo të qëndrimit vetëm në Shkup me evente, po t'ikim edhe në Tetov, në Kumanova dhe gjithandej, çfarë mundohemi tjetër të bëjmë gjatë? Domethënë se cili vit, çfarë mundohet të sjellë, diçka që nëse mund të them kështu, janë të pakta ato aktivitete që janë përsëritur çdo vit. Çdo vit kemi diçka risi, përpos aktiviteteve akademike, debateve me historian dhe shkencëtar, ndoshta që merren me hulumtues që merren me këtë çështje. Çdo vit kemi pasur ndonjë aktivitet më ndryshe. Një vit kishim koncert me muzikë çame. 2 vite kemi pasur marsh protestues nga kalaja e Shkupit deri tek ambasada greke. Një vit kishim karvan veturash me motiv të zbukuruara me motive çame dhe kombëtare. Një vit kishim karvan me motociklistë, kishim një vit karvan në këmbë për të përkujtuar peripecit të cilat i kanë përjetuar çamët gjatë ikjes nga shtëpitë e tyre. Ideja është që të sjellim risi, ndoshta nuk do të ishte keq atë që e pam në Konispol, që ishim në Konispol, një kino e hapur të organizohet viteve të ardhshme edhe në më shumë qytete në Maqedoninë e Veriut, kështu që po, çdo herë ka ndonjë risi dhe tendenca është që
kemi përfshirje në më shumë qytete të Maqedonisë së Veriut. Sepse sado që është shumë e rëndësishme si ngjarje dhe diçka që historia nuk bën ta lëmë asesi në harres, se gjithë ne duhet ta dimë. Fatkeqësisht kemi njerëz që ndoshta duhet t'u gjejmë ato mënyrat e veçanta ose pak si tip koncertesh ose manifestimesh ndoshta të ndryshme për t'i përfshirë ose sadopak për t'u rifreskuar kujtesën ose për të ndarë me ta njohjen ose me ndonjë njohurit ose për t'u vetëdijsuar sadopak më tepër. Ndodh që njerëzit, domethënë, kur jeni duke i bërë gjitha këto aktivitete, sidomos në rrugë, të përfshihen, t'ju pyesin, t'interesohen më tepër se çfarë po ndodh. Po patjetër, pikërisht ajo ka qenë çdo herë qëllimi. Kemi pasur në aktivitetet, ja, të themi për shembull në shpërndarjen e trëndafilave, shpeshherë hasin ata të rinj që marrin pjesë në atë, se jo nuk sikur është me para e trëndafil, jo, po është dhuratë, është pa para. Shife, lexoje, interesohu për historinë e çamëve, gjithsesi. Edhe zhurmën, në thojza, kur e kemi bërë ndonjëherë me karvane ose me marshe, kemi pasur interesim, sidomos pastaj edhe pjesa mediatike, pjesa e rrjeteve sociale në botën e teknologjisë. Kemi me vërtet numrat të kënaqshëm në rrjetet sociale. Abdullah, unë falenderoj shumë edhe uroj që kjo çështje mos të ngelet vetëm në popull apo tek shoqatat apo tek njerëzit që duan normal të vizitojnë dhe të mirën me këto çështje, po faktikisht edhe të institucionalizohet si gjë edhe të mirët historia dhe historianë dhe gjithë ne me të vërtet me të dhe faktikisht të fillojmë të miremi seriozisht me këtë gjenocid që ka ndodhur dhe uroj që puna juaj të mos dalet edhe të vazhdoni tutje dhe të keni sa më shumë sukses dhe uroj të ritakohemi sërish për të tjera biseda. Faleminderit, punën tonë e shohim thjesht si një obligim kombëtar. Suksesi është në informimin sa më të madh të qytetarëve, për këtë ju falenderoj edhe njerë, edhe juve si televizioni shenja ishte kënaqësi kemi ju. Me kaq të dashur, ne do ju përshëndesim edhe për sot duke ju uruar një pazitë sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të mërkurën edhe në njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.